Përdorimi i internetit në ditët e sotme është kthyer në një mani. Rrjetet sociale si Facebook, MySpace apo Twitter, si dhe lundrimi në YouTube, po përdoren pa kufi edhe në vendin tonë, ku numërohen më shumë se 1 milion përdorues të internetit. Krahas mundësive pozitive për marrjen e informacioneve, lundrimi në internet po mbartë rreziqe të mëdha, pasi në radhët e përdoruesve të përditshëm masivisht janë fëmijët dhe adoleshentët. Përdorimi pa kontrolluar i këtyre rrjeteve, sipas ekspertëve, ka nosë rreziqe të shumta për gjithë shoqërinë, pasi fëmijët mund të njihen me njerëz të rrezikshëm, si dhe mund të lënë takim me ta, mund të hapin faqe me përmbajtje të dëmshme, mund të vidhen të dhënat, abuzohen e ngacmohen seksualisht. Shumë prindër shqiptar nuk janë shumë të informuar aq sa duhet për përdorimin e internetit. Madje shumë prej tyre ndihen krenar që fëmijët që kanë dinë ta përdorin internetin dhe nuk i kontrollojnë aq më tepër t'ju kërkojnë llogari. Këta të fundit, duke mos e pasur idenë për rrezikun që ka nosët fëmijëve, i lejojnë të rrinë me orë të tëra para internetit. Rreziku më i fundit që po diskutohet masivisht jo vetëm në Shqipëri, por në shumë vende të botës, është loja e balenës blu. Kjo lojë elektronike vetvrasëse e krijuar në Rusi mendohet se u ka kushtuar jetën të paktën 130 fëmijëve nga mosha 9 deri në 17 vjeç. Një shifër e frikshme kjo. Loja vdekjeprurse tashmë është përhapur si virus edhe në shumë vende të Europës, madje është konstatuar edhe në Shqipëri. Publik është bërë rasti një të miture në Gjirokastër, e cila kishte arritur në nivelin e 33 të lojës dhe i duheshin edhe 17 ditë që të hidhej nga një lartësi apo të vetvarej në litar. Kjo nuk është adoleshentja e vetme, në shumë shkolla të Shqipërisë janë konstatuar raste të tilla, ndoshta jo në këtë nivel, por që mbeten shqetësuese. Gjithashtu, raste të tilla janë vërejtur edhe në Tiranë, Durrës me një 28 vjeçar dhe në qytete të tjera të Shqipërisë. Çka jep alarmin se duhet të merren masa të menjëhershme për parandalimin e saj. Por cili është roli i rrjeteve sociale në këtë situatë? Mos ndoshta po kthehen në një promovuese të kësaj loje, sesa në një dritare ndërgjegjësuese? Voglio entrare. Sei sicuro? Sì, ma ho paura. Juroj mirëseardhje në mesditë pas këtij materiali, i cili na ka orientuar kështu edhe në lidhje me temën për cilën do të flasim në pjesën e parë të këtij emisioni. Është e hënë, kemi nisur kështu transmetimin tonë të përditshëm ku do të jemi live deri në orën 13 dhe në pjesën e parë me 4 të ftuar do flasim pikërisht për këtë bisedë që madom mendja në pjesën më të madhe të familjeve duhet keni dëgjuar qoftë kronika në edicionet informative apo të jeni shqetësuar nëse keni fëmijë në familjen tuaj, me siguri keni kthyer kokën nga kompjuteri ku ai apo ka qenë ulur për të parë se çfarë është duke bërë, apo keni filluar të kontrolloni edhe më shumë telefonin, të vendosni një pikpyetje të madhe nëse duhet të ketë fëmia akses në internet, në varësi edhe të moshës apo mënyrës se si ai e përdor atë. Do flasim për këtë sot, për këtë përballje apo të keqe të domosdoshme siç e quajmë her pas here, pa internet, pa diskutim që nuk bëjmë dot, për mënyra se si ne duhet ta përdorim atë, për më tepër kur bëhet fjalë për fëmijë, adoleshent, duhet të kemi kujdes të madh pasi rreziku është akoma edhe më i madh se nga ne Ju prezantoj me të ftuarit që tashmë janë me mua në studio, po e nis prezantimin me pedagogën e psikologjisë Eris Damo, mirë se erdhën në studio. Po e nis prezantimin më tej me zëvendës ministrën e arsimit, zonja Nora Mala, ju falenderoj që keni gjetur kohë sot në këto ditë të vështira e të ngarkuara që jeni. Mirësojgjeta, në fakt tema ishte shumë interesante dhe mendoj që ka pa aq vëmendje sa çka edhe situata e ngarkuar, kështu që e quajta me vlerë që të vija këtu dhe me kolegët. Ju falenderoj. Ju prezantoj me Kevi Mici nga komuniteti SPI, bëhet fjalë për një komunitet që ka këtë qëllim ndër të tjera, rinor, mirë se erdhe në studio. Mirë se u gjetëm. E ndërkohë ftuara e fundit është Enda Elbasani, gazetare, mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se u gjetëm. Si prind, por edhe si përdoruese e internetit, edhe pse ne kemi kaluar këtë fazën edhe gazetare gjithashtu. Megjithatë, besoj tek pjesa e prindit aty jemi ndalojmë të gjithë. Kur bëhet fjalë për
të gjitha mundësitë që fëmijët sot kanë të jenë të rrezikuar, sado që mundohemi të kemi në monitorim, prap disa gjëra na dalin jashtë kontrollit. Në fakt këtu duket sikur prindërit dhe dorëzohen. Më ka ndodhur vetë për diskutim të gjithëve madje mendja të kemi dëgjuar rrëfime të prindërve, nuk kam ç'i bëj, vetëm interneti nuk ja ish dot nga dora apo telefonin, është një luftë e pamundur. Ai do ta marr, ajo do luaj, do ta përdor. Justifikimet e fëmijëve apo adoleshentëve janë nga më të ndryshme, më duhet për shkollë, më duhet lexoj, të marr informacione dhe pastaj kaq duhet të mbërthen dhe nuk të lëshon. Aty te dorëzimi i prindërve, pastaj aty fajesh i prindit them unë. Fajesh i prindit. Pa diskutim. Ata janë fëmijë dhe do duan të luajnë, siç mund të luajnë me çfarëdo lloj lodre tjetër mekanike dhe pastaj të kalojmë tek interneti apo te lojërat kompjuterike. Çfarë duhet bëjmë ne si prindër? E pare punës njërë ne duhet vendosim rregulla. Edhe loja në internet është si çfarëdo lloj loje tjetër. A ka rrezik loja me shokut? Ka rrezik. Ka rrezik loja me top? Ka rrezik. Edhe loja në internet ka rreziqet e veta. Sikur kaq mjafton për ndërgjegjësuar prindërin mbi çfarë dim ne mbi këtë lloj loje, mbi çfarë dim ne mbi rreziqet që vijnë, edhe çfarë masash mund të marrin për të parandaluar këtë lloj rreziqesh. Në fakt po, unë jam prind gjithashtu si ju edhe kam problemin e internetit. Ajo bashkëton në komunitet, bashkëmoshatarët e saj kanë telefon, ty të duhet që t'i plotësosh disa kërkesa, por t'i vendosësh disa rregulla. Unë paktën me fëmijën time këtë kam zgjedhur, kemi adresuar internetit të sigurt, çka do të thotë në telefonin e saj janë vetëm një numër i kufizuar faqesh të cilat mund të hapen. Ajo nuk mund downloadoj asnjë lloj loje apo asnjë lloj programi pa lejen dhe pa miratimin ton, që kemi siguruar në një farë mënyre garancinë të luajtur dhe të përdorur telefonit, po edhe minutazhi i përdorimit pajisjes është i kufizuar. Është edhe kufizuar në kohë, edhe i kufizuar në ditë veçanta. Dhe bëhet fjalë për moshën? Për moshën 10 vjeçare. 10 vjeçare. Të paktën kjo ka rritur besimin që unë jam e sigurt në çfarë po shef, në garancinë e informacionit që merr, edhe një element tjetër shumë i rëndësishëm, ta shoqëroj gjithmonë me biseda. Ta shoqërosh me biseda. Patjetër, çfarë pete telefoni, për çfarë fliste, përse të duhet ty kjo, a t'u lodhën syt, a mësove ndonjë gjë, nuk ka te libri si kjo lloj gjëje, po për këtë gjën, pse mos shikojmë të tjetrën. Pra, prindi duhet jetë aty i pranishëm, ashtu si kurse është një program televizor, ku pjesa më e madhe e tyre edhe ta rekomandojnë që të shihet në praninë e prindit, apo që prindit aty për t'ia shpjeguar edhe për të... Ne kemi filmat, pjesë e konsiderueshme sekuencave vendoset pullat. Si çfarë do të thotë? Jo çdo gjë është për fëmijën. Absolutisht. Në referencë të moshës do t'i prezantosh informacion, në referencë moshës do diskutosh me fëmijën mbi kuptueshmërinë e asaj që pa dëgjoj apo lexoj. Zonora, kur shihni të tilla lajme ashtu sikur se na i përmblodhi pak edhe inserti i parë, gjëja e parë që i vjen në mendje çfarë është? Gjëja e parë që më vjen në mendje është fakti që fëmijët sot janë fëmijë të kohës ku lindin dhe të prindërve që edukohen dhe të shkollës që mëson. Që do të thotë jemi përpara një situate që lidhet sa me domosdoshmërinë për ta përdorur internetin si një nevojë të formimit të tyre, të mënyrës se si ata duhet marrin informacionin, të mënyrës se si ajo do t'i shërbej edhe në procesin e mësimit, aq edhe me nevojën për të bërë mbrojtjen e dedikuar për kategorike e ndryshme të fëmijëve dhe për të dhënë kohë të caktuara në qasjen e fëmijëve për të ndonjur pranë internetit apo për të naviguar dhe për të parë lojra të ndryshme. Jemi përpara një situate ku lufta kibernetike është lufta më e frikshme, e cila nuk ndodh vetëm në prishjen e ekuilibrave të shoqërisë, por ndodh në të gjitha qasjet. Kemi luftë kibernetike në marrjen e informacioneve në qendrat shumë të zhvilluara, kemi luftë kibernetike në informacionet apo të dhënat personale të individëve për të hyrë dhe për të inkriminuar, kemi dhe luftë kibernetike për të prishur raportet midis mirëritjes së fëmijëve, raportit të familjes dhe qëndrueshmërisë për vlerat, për të rritur një shoqëri me vlera. Aktualisht situata që po diskutojmë sot për ne ka qenë një situatë që realisht edhe në mendjen më normale nuk i shkon që të ndodhë gjë tillë. Pra kemi të bëjmë me një mendje perverse që realizon një raport pervers në një shoqëri e cila është e pambrojtur dhe nuk ka mure mbrojtëse. Duke mos pasur mure mbrojtëse, sepse pjesa e prindërve për fatin e tyre të keq nuk është se janë përdorues të mirë të informatikës dhe internetit, dhe këtu fillon problemi i parë, prindi ditë të hy mund ta përdori thjesht
për një Facebook, apo si një nevojë të domosdoshme në fillim hyri si nevojë për të komunikuar me të afërmit që ishin në emigracion, pastaj hyri si një nevojë për të krijuar lidhje dhe për të krijuar raporte sociale, pastaj kaloi në masën për të bërë terapi në grup, ku shpeshherë kjo terapia kthehet edhe në negativitet, sepse fyerjet mund të jenë nga format nga më të ndryshmet, aq sa ka ndodhur që në situata të caktuara njerëzit kanë krijuar edhe vepra penale, ndërkohë që këtë rinj u kthye në trendin e kohës, duke qenë se u kthye në trendin e kohës dhe nëse kjo ka dalë modeli i kësaj loje që është një lojë vetëm çmendurake, se nuk mban asnjë lloj kategori, nuk quhet lojë, kjo quhet një vrasje e mirë menaxhuar për të turbulluar mendjet e fëmijëve në situata të caktuara dhe për të bërë përfitime mbi bazën e raporteve që hyhet në internet dhe mënyrës së klikimeve dhe formateve të tyre. Pra kemi dy momente. Kemi momentin kur kemi të bëjmë me një krim të organizuar, kemi momentin tjetër kur individ të caktuar nuk arrin dot ta menaxhojnë këtë situatë, kemi të bëjmë me përfitim të ardhurave në mënyra kriminale dhe ndoshta nesër mund të çojë në situata shumë më të rënda se sa situata që shfaqet sot. Dhe e treta që unë ta quaja problemin më të madh, kemi të bëjmë me atë që quhet ekuilibri i të rinjve në mirë menaxhimin e formimit të tyre, sepse një individ i cili gjen mundësinë për të koordinuar apo për të bashkyer në një raport që nuk e njeh, duke mos krijuar mundësinë e komunikimit dhe duke krijuar mbyllje në vetvete, siç ishte rasti i vajzës së Gjirokastrës, krijon 3 probleme. E para e largon nga familja, e dyta e mbyll në vetvete, e treta krijon precedent në psikikën e tij për të keq menaxhuar emocionet e tij, dhe e katërta u mbet një kapital human i cili mund të shkojë nesër dhe në vetvrasje, pasi nuk di ta ndaj të mirën nga të keqja. Dhe përballë gjithë kësaj situante, mendoj që shoqëria është në momentin më kritik dhe të gjithë institucionet, duke filluar që nga institucioni ku unë jap kontributin tim, për të vazhduar në institucionet e tjera të edukimit, apo edhe në pjesën e menaxhimit të internetit, apo të raporteve, të përdorimit të tyre, duhet vendosur disa filtra dhe rregulla të forta, të rrepta, të pakolerueshme, në mënyrë që të mbrojmë fëmijët, në mënyrë që të edukojmë komunitetin, në mënyrë që të ndihmojmë prindërit, dhe ndoshta ka ardhur momenti i një qasjeje të re, pse jo të identifikojmë edhe individët që merren me këtë problem. Do kalojmë pak më vonë bash, sepse jam kurioze të kaloj pak tek Eda. Materialin na e tha edhe në fillim të emisionit, tek pjesa e medias. Domethënë, kur ne bëjmë dhe emisione të tilla, apo raportohen në lajme kronikat kësaj natyre, apo në portale, apo faqe të ndryshme ku ka qenë për disa ditë radhazi ky lajmi i ditës. Bëjmë keq apo bëjmë mirë? I ka të dy anët. I ka të dy anët. I ka të dy anët. E mira është që bëhemi të ndërgjegjshëm që ekziston një risk i kësaj natyre. Prindrit kanë mundësi ta dëgjojnë, shoqëria ka mundësi të ndërgjegjësohet, pjesa akademike kanë mundësi të kuptojnë që tashmë kemi një rrezik potencial përballë. Dhe situata të tilla ekstreme, siç mund të jetë qasja ose le të themi dalja e lojës balenës blu, ne na e bën real edhe të prekshëm rrezikun e përdorimit pa kujdesshëm të internetit dhe të pa kontrolluar. E keqja tjetër që mund të shihet është fakti që një fëmijë apo dikush i pa mbikëqyrur bëhet kurioz dhe hap ta shohë po çfarë është dhe është, le të themi, është një kandidat potencial për të hyrë kësaj loje apo dhe për të rrezikuar me të. Po nuk mund mos e themi. Nuk mund mos e themi. Nuk mund mos themi që ka një rrezik shumë të madh. Nuk mund mos themi që të luash me këtë lojë të çon deri në këtë shkallë papërgjegjshmërie ose le të themi risku për jetën. Është e pamundur ta evitosh këtë pjesë. Në raport me kronikën e zezë që ne themi gjithmonë, janë titujt e parë të gazetave, këto janë rastet që duhen thënë vërtet dhe duhen bërtitur. Po duhen bërtitur në të krijuarit të ndërgjegjësimit alertit që shikon se ka vërtet risk. Dhe ti lësh fëmijët ta menaxhojnë vetë këtë gjën, është si ti braktisësh. Ashtu është. I ke braktisur. I ke braktisur vërtet. Në këtë pikë vëmendja tentohet të rriqet të rriturve. Është një fjalë urtë popullore, duhet një fshat për të rritur një fëmijë. Ka prindi pjesën e vetë, ka shoqëria pjesën e vetë, gjithë prindrit në raport me brezin kanë përgjegjësinë e tyre, ka shkolla, ka psikologu, të gjithë bashkë duhet jemi të vëmendshëm karshi në çdo sjellje e cila mund të shtyt mendosh që diçka nuk shkon me fëmijën. Patjetër që duhet i themi.
Duhet i themi. Patjetër që duhet i themi. Ne kemi bërë kronika vazhdimisht si media. Patjetër, të gjitha mediat. Po ai qëndrimit në internet, dëmi që shkakton tek syt, tek vëmendja, dëmtimi që bën psikologjikisht, po edhe në aspektin e inteligjencës. Nuk i duket askujt e rënd. Në momentin që vijnë situata të kësaj natyre, aty vërtet rënditen dhe kuptojnë që shiko se nuk që nga kaq e thjesht, po risjet mund të shkojnë deri në humbjen e fëmijës. Së pa falshme për. Si lindi këtë komunitet, më trego pak edhe kush kanë qenë eksperiencat e deri më tanishme që ju keni patur me këtë brez? Komuniteti jonë, SPI, Ndryshe Siguria dhe Privatësia në internet, ka gati 1 vit që operon. Normalisht, pjesë të grupimit të tyre janë student, të rim, pedagog, ekspert, dhe më munduar që në çdo fush ne të kemi nga një personazh. Ne kemi ndërtuar një fushat ndërgjegjësuese lidhur dhe me problematikat më të fundit, siguria dhe privatësia në internet. Ka nisur në datën 5 qershor dhe vazhdon aktualisht, ku jemi munduar që individëve që kanë probleme gjatë lundrimit në internet, jo për të thënë që mos vazhdojnë të klikojnë internetin, mos të aksesojnë, mos lundrojnë, po përkundrazi për të treguar mbi metodat e mbrojtjes, mbi problematikat, mbi demonstrimet e ndryshme dhe në fundit ne të jemi të sigurt. Jemi munduar që në çdo lloj kohe, sidomos këtë gjë kemi bërë në gjimnaze dhe universitete, ne të japim informacione të vlefshme që individët kanë nevojë t'i kenë në përditshmërinë e tyre, që jo vetëm internetin ta përdorin për lojra, për argëtim, për kërkime shkencore apo për gjëra tjera, por fundit këtë dobi të internetit ata ta shfrytëzojnë dhe në të mirën e tyre. Ja kuptoj. Ju keni shkuar fizikisht në shkollat në gjimnazet e kryeqytetit? Kemi shkuar fillimisht me Tiranën, me gjimnaza dhe universitete, disa prej tyre, sepse normalisht nuk arritim dot në kohë t'i bëjmë. Keni arritur të kuptoni ju se si është, sa informacion kanë dhe sa të keq informuar janë, domethënë është bërë një lloj anketimi, pyetësori, si ka funksionuar? Patjetër. Ne jemi munduar që të bëjmë dhe një anketim, përveç mendimit ton, parimisht duke parë individin, jemi munduar që të mbështetemi dhe tek anketimi, të informacionet që ata japin. Dhe kemi parë që përveçse pjesa me madhe mendonin se i dinin shumë gjëra, që ishin koshient me problemet me perpesit më të fundit, kemi parë që ka dhe shumë probleme në disinformimin, ka dhe shumë probleme në mendimet e tyre, po në fundit nuk është edhe kanë dhe shumë informacion. Nuk kanë. Përkundrazi ky ishte kyçi kryesor që ne vazhduam kohë pas kohe ta krijonim këtë fushat, le ta quajmë sensibilizuese me mënyrën e tyre ose ndërgjegjësuese, në mënyrë të tillë që jo vetëm të ndërgjegjësonim në mas, por të fundit dhe individin, shoqërinë apo komunitetin të ishim përkrah për ta ndihmuar. Dhe pas Është e vërtet kjo që thotë Kevi, për arsye se informacioni dhe koha e përdorimit të informatikës apo të internetit është në zhvillim shumë të madh. Do me thënë, në ka treg, ku është tregu ku gara është e jashtëzakonshme, është tregu telefoneris dhe tregu i IT-s. Ne shohim që nga viti në vit të del telefoni me rezolucion shumë të lartë, me informacion shumë të madh dhe nuk ka nevojë që patjetër një i ri apo një adoleshent apo një në moshën e pubertetit të ulet thjesht vetëm përpara internetit, por dhe nëpërmjet telefonit. E ka me vete gjithmonë. Ai mund të downloadoj shumë lojra, ai mund të realizoj shumë informacione, ai mund të jetë kudo i ngarkuar, pa ditur se cili është informacioni më i mirë që duhet marri dhe pa patur mundësinë e ndihmës së të rriturit për ta realizuar këtë gjë. Nga ana tjetër, problemi madhor është që shoqëria sot, po të shohësh që nga bebet e vogla, bebe tamam bebe, dhe deri te të rriturit, prindërit për të marrë, për të shkarkuar lodra të ndryshme, për t'ia ofruar fëmijës sepse janë të ngarkuar në punë, sepse në momentin që vinë, fëmija ka nevojë për vëmendje dhe vëmendje nuk e quajnë si vlerë për ta ndihmuar fëmijën, po e quajnë si një mundësi për të ndihmë të, po ndërkohë janë edhe të lirë vetë, të pamundur për të krijuar lirinë dhe gjithmonë iPadi është pjesa ku i vjen është bërë lodër. Edhe kur ha, edhe kur flet, po ndërkohë edhe kur ai merr disa informacione të cilat janë informacione të nevojshme. Atëherë në këtë situatë ka të ngarkuar punëtar si mund ta menaxhojmë që në këtë det kaq të madh informacionesh, me profesionist dhe me jo profesionist, me fusha që për hir të së vërtetës në këto 10 vitet e fundit apo 15 vitet e fundit, fusha IT-s ka marrë përparësi, po ende ne në sistemin tonë të arsimit nuk i kemi të gjithë mësuesët e IT-s i kanë mbaruar për IT dhe për informatik. Dhe këtu fillon problemi i parë dhe vështirësia e parë e jona. E dyta, jo të gjithë kanë arritur që të bëjnë informatikën dhe IT-n dhe të dinë se cilat janë masat parandaluese për të futur fashat e ndryshme ka të ruajnë fëmijët apo të rriturit. E treta, ka momente që të bëhen disa ndryshime në bazën ligjore. Në bazën ligjore të cilat
krijojnë domosdoshmëri dhe pastaj në momentin kur ti e harton akte të tilla ligjore, kemi bërë në një marrëveshje si ministri me 3 ministrit e tjera për të parandaluar të gjitha rastet kur kemi të bëjmë me të gjithë spektrin e ndryshëm të lidhjes së bulizmit, se elementi bulizmit është një nga shfaqjet më të tmerrshme. Ju e mbani mend, ka qenë para 3 viteve apo 4 viteve filluan këto grupet e reperëve të krijonin me njëri tjetrin dhe krijuan situata të tilla që më pas filluan të imitoheshin duke siç po ndodh tani në politikë, janë edhe tani të gjithë fushata po bëhet nëpërmjet Facebookut dhe nëpërmjet fansave dhe fjalori është jo denigrues. Po të dëgjosh atë fjalor ti thua, më fal, unë kam edukuar këtë shoqëri, se ne jemi të gjithë këtu pjesëtar që në punën tonë edukojmë shoqërinë. Kjo është shoqëria që unë kërkoj që të më vlerësoj, atëherë përballë këtij fakti dhe këtyre analizave, Kevi ka shumë të drejtë kur thotë, ka momenti që shoqërisë jo vetëm në sistemin e arsimit, që është domosdoshmëri, por në të gjitha sistemet të ndihmohet për të hyrë me manual të thjeshtë, me manual divulgues për popullatën e kompani telefonike i ofrojnë kontrollet prindrore, por prindrit nuk i njohin. Kompani telefonike i ofrojnë, por kompani telefonike i ofrojnë dhe dorëzohen përballë fëmijëve, adoleshentë, të cilët unë kam bërë intervista në shkollat e mesme. Dhe fëmijët thonë, prindi ka besim tek unë dhe jo në asnjë mënyrë nuk e kontrollon telefonin. Shpirti vogël ti thuash, ti nuk je në gjendje ta ndash. Dhe ky është një problem praktikisht dhe shumë e rëndësishme pjesa e ndërgjegjësimit që prindit e kuptojnë. Në shkolla çfarë bëhet? Zëshmora. Se nuk e njeh. Se nuk e njeh, bravo. Pra prandaj them që ka qenë mos hapi dot kompjuterin, ka prindër që mund mos dinë ta hapin, e qartë. Për shembull, s'po flasim për Tiranën. Për përdorimin. Po jo, ne po flasim në tërësi, jo për lagje. Mund të them që zona, për shembull, po të shohim rastin e Gjirokastrit. Zonat që kanë probleme të mëdha në familjet sociale, ku prindrit e për x arsye nuk janë të fokusuar, bëhen për një herë e kësaj kategorie ndihet i rëndësishëm, ndihet i elementeve. Në shkollat nëntëvjeçare, jo vetëm një pyetje të lutem, në shkollat nëntëvjeçare dhe gjimnaze lejohet përdorimi i telefonit? Jo, me rregullore jo. Me rregullore nuk lejohet as ta marrësh. Por është e shkelur në 100%. Pastaj në 3 provimet që unë kam menaxhuar, mbas është viti i 11 që thuhet ndalohet rreptësisht marrja e telefonit. Se nuk respektohet? Sepse është pikërisht pra kjo shoqëria jonë që këtu fillon raporti midis prindit dhe fëmijës. Fëmia edukimi që merr që e qartë, po këtu unë të vendoset një lloj, domethënë, sikur fëmijës të penalizohet fëmia, nuk e di, prindi vet. Ato 6 orë në shkollë nuk duhet ta marrë. Po. Por edhe kur është penalizuar, ka ndodhur kjo gjë. Është mirë efekt, është efekti i moshës. Ne në përgjithësi nuk e duam atë raportin përpara ligjit dhe themi që se ndoshta edhe na tolerojnë dhe nuk kuptojmë çfarë rreziku i krijojmë fëmijës dhe çfarë situate të vështira vendosin fëmijën në raport me atë çfarë ai duhet përfitojë. Në disa shkolla me problematikat larta në SBA flas, në të cilat ky lloj rregulli thyesh në mënyrë të vijueshme, atëherë çfarë zgjodhen drejtuesit e shkollës? Zgjodhen pajisjet e ndalimit valve. Kështu që le ta kishe telefonin ti në xhep, për sa kohë që telefoni nuk transmeton mesazhe, nuk të hyjë në punë për asgjë. Internet, kemi dhe pajisjet. Një pjesë e shkollave është shumë e drejtë. Një pjesë e shkollave i kanë pajisjet e valve, por nuk i kanë vënë në përdorim. Ose duhet një fond i dedikuar. Për shembull, e di se mund të zgjidhej shumë mirë kjo nëse në gjithë sistemin tonë të arsimit i kishim shkollat me kamera, ku ti nëpërmjet kamerës e menaxhon gjithë situatën, por në të gjitha shkollat, jo vetëm në 3, 4, 5 apo në qarqet apo në zonat më të mëdha. Atëherë do kishe, e para do ulje shkallën e dhunës, e dyta do ulje shkallën e keq përdorimit dhe thyerjes së rregullores, sepse do ta parandaloje situatën. Pikërisht, nuk do të jepje. E treta, do të parandaloje situatat që lidhen edhe me përdoruesit apo me shpërndarësit e drogës. E katërta, do të krijoje mundësinë që prindi
të ishte i qetë dhe fëmia shumë i qartë do ta kuptonte që çfarëdo që mund ta ai të përdori, do ta kishte të pamundur për ta realizuar këtë gjë. Dhe e pesta kur të realizonin provimet, nuk do kishim nevojë të çonim një armatë të madhe për 100-200 veta që nisen aty, që bëjnë rolin e policit, që kontrollojnë me detektor, që kontrollojnë pafund dhe ai një natë më përpara ka hyrë nga banjat e shkollës, e ka lënë telefonin në bashkëpunim me një prind të një, se s'dua të them emra tani, dhe ai e prish gjithë qasjen dhe përveç se kopjon, do që ta edhe dhe në erë, se dhe fotografon për t'ja quar jetës së shkjef apo ku di unë dikuj tjetër, dhe të gjithë pasaj thonë lajmi, doli teza e ku di unë se çfarë historira tilla. Se që këtu fillon problemi dhe problemi agravohet dhe shkon pikërisht ke kategoria e fëmijëve të cilët jo të gjithë kanë prindërim të suksesshëm, jo të gjithë kanë prindrit arsimim të suksesshëm, jo të gjithë janë pa probleme sociale, sepse pra duhet të mendohen të gjithë ato shembuj përpara se ne. Dhe është një kompleks aq i madh gjërash sa që kur shoqëria jonë përballet me këtë wow, se kjo është wow, ne të tërë ngrim duart se dukemi si të pa përgatitur dhe pastaj na vjen shumë keq për vetë dhe themi si mbritëm këtu. Nuk janë thjesht shkollat, janë dhe qendrat e internetit. Po. Edhe kjo është në një nga diskutimet që ne kemi bërë. Unë kam bërë një bisedë me shefin e krimit kibernetik në drejtorinë e Tiranës për të kuptuar cilat janë përqindjet e keq përdorimet internet apo të abuzimet në internet, ku mund të jetë vjedhja adresës Facebookut, po flasim për gjithmonë, akses në përdorimin e të gjitha faqeve të mundshme që ti do, sistemet e bankave apo etj. Po i rrim pjesës së shqetësimit që po ndajmë sot. Nuk janë IP të identifikuara, që të ketë mundësi policia e Tiranës, njësia e krimit kibernetik, apo e shtetit, të mund të identifikoj kush hyri dhe çfarë veprimi bëri, duhet jetë IP të identifikuara, adresat e internetit të identifikuara. Natyrisht dhe këto qendra e internetit të jenë pajisura me sistem monitorimi, i cili regjistrohet, në këtë mënyrë arrin të gjesh se cili ka ndërhyrë dhe ke mundësi të marrësh masa. Nuk e di se sa raste denoncuara mbeten të errta. Kjo është pjesa e botës virtuale sot, që është jashtëzakonisht e vështirë për t'u menaxhuar. Dhe fëmijët tanë që mund të shkojnë të lozin aty, vejnë lozin. Po, për të luajtur, janë të zbuluar. Dhe prindrit, sërish dalim ke mungesa informacionit të prindërit që jep ato 500 lekë në dorë dhe fëmia po shkon të luaj. Dhe çfarë bën aty brenda? Se kë ka në krah urdhra? Nga policia e shtetit, për shembull, dhe të dhënat janë gati 6 deri në 10 raste në ditë që jepen për Facebooket të vjedhura, për rrjetet sociale të vjedhura. Domethënë kjo është bashkëpunimi që ne kemi, shikojmë se përqindja është shumë e madhe. Sa ishte 6 deri në 10 raste në ditë, që është goxha shqetësuese, që ta marrësh her pas here normalisht dhe modernizimi dhe teknologji pavarësisht se e përon, pra ecën përpara, që unë mund ta gjej zgjidhjen dhe shkon edhe raporton. Unë mendoj personalisht nuk do ishte e mirë që ne të përqendrohemi më shumë tek masa ndëshkuese, sepse normalisht dhe kjo është një e provinë në vetvete. Por do ishte më mirë që në kulturën e çdo individit, tek familja, tek prindrit, të futet, të induktohet në mendimin e tyre, që të funksionojnë pikërisht pra, nëse sigurisht nëse ka masa ndëshkuese, nuk e di nëse keni dëgjuar ndonjë rast deri më tani që është gjobitur apo është po ndiqet penalisht sepse ka vjedhur adresën e 15 dhe janë 15 vjet burg në qoftë. Po mirë, të mendosh që janë 6 deri në 10 raste në ditë që denoncohen, sa mund të jenë këta që janë që frika që ka përshtypjen që është një shumë e vogël. Është një vepër penale. Është vepër penale, po sa nuk e identifikojnë dot, pra, domethënë edhe unë këtë mendoj, mund të jetë 1%. Identifikimi janë dhe Facebook account, marrim rastin e Facebookut që është social, që janë edhe të hapura, janë fake. Pra janë fundit nuk janë real. Dhe normalisht policia, por dhe shumë institucionet e tjera do bëjë detyrën e vet që ti kontrollojë këto. Dhe normalisht nuk është se kontrollojnë dot të gjitha në një kohë shumë të shkurtër kur rastet vetëm vijnë. Duhet shumë punë e madhe, jo se detyrën e saj nuk po e bën, përkundrazi. Dhe ne, duke marrë instancën e tillë, jemi munduar që të jemi për krah policisë me rastet që ka, por jo vetëm policisë dhe institucionet e tjera që në fundit të jemi të dobishëm. Të tregojmë më konkret. Marrim rastin e balenës blu që ta bëjmë aktuale për publikun. Si lindi balena blu? Vjen vetëm një mesazh në cilën të thoshte dëshiron të bëhesh pjesë, pra të merrte informacionet dhe në fund luante me psikologjinë. Ku prekte, prekte ata individ që ishin të përbuzur, që ishin vulnerabël, individ që në fundit ishin të veçuar nga shoqëria, individ që nuk ishin komunikim me prindrit, pra u kryua për këtë masë të madhe. Shpreha administratorit është nuk i duen shoqërisë këta, nuk i duen shoqërisë sepse në fund fundit termet që ata përdorin përkundrazi janë për këta individ. Çfarë bëjnë? Përveç se i rrështrojnë në misione ditë pas dite dhe misione, nuk flasim për misione që janë të thjeshta, ky është kurth. Kjo është një sfidë në vetvete
që individin jo vetëm e përkatësisht në mendime, po mundohen ta përshkallëzojnë frustrimin që i bën. Dhe çfarë bën? Përveç se i kalon fazën, marrin dy fazat që janë më të rëndësishme për të thënë. Marrin fazën për shembull 33 dhe fazën 50. Faza 33 është vizatimi balenës blu, me sende të forta. Pra ne shikojmë që mendimi jo vetëm përkufizohet, por në fundit individi duhet ta fotografojë këtë gjë që misionit jetë kryer. Dhe në fund fare është rasti më periodik që ne kemi, që është vetë vrasja. Pra si është e mundur, sepse këtu fillon dhe pikpyetja e madhe, që jepet gjithë ky informacion, luhet me këtë informacion dhe në fundit është individi që e paguan. As administratori normalisht ka krijuar një kaos kaq të madhe që është në dëmin e shoqërisë tonë, po përprek individët me radhë. Dhe po themi që deri në tani janë 150 raste që po rriten. Dhe pse vijnë këto? Hapi primari ndërgjegjësimit tonë dhe në fushatën që kemi bërë duhet të jetë së pari ndaj individit, së pari ndaj familjes dhe mëtej. Ka programe si shta dhe zonja në krah që janë efikase, normalisht që ka dhe mundësi kontrolli, por nuk është vetëm nga programet. Individi duhet të ketë kulturë të vetëm, në mënyrë të tillë që të operoj me ditën, të operoj me kohën dhe do dilja dhe të disa këshilla që janë shumë të rëndësishme për të thënë. E para fare, një që të kemi parandalimin ndaj prindërve, ndaj gjithçka dhe në fundit çdo kush të ketë informacione. E para fare, por jo nga rëndësia, konsiston që individët gjithkohës të kenë informacione rreth sigurisë dhe privatësisë, pasi teknologjia operon, teknologjia ecën. Ne duhet jemi për krah teknologjisë, por jo vetëm duke lundruar, të kemi dhe informacion. E dyta, që është dhe më e rëndësishme, ne duhet kemi kujdes, marrëmirës të thjesht fare, në ato adresa që ne kemi, në ftesat që na vijnë ndaj të panjohurve, ne mos pranojmë të parën sepse nuk e dim cili është qëllimi, për çfarë po i çojnë këto nisma. E treta, do mundohemi që gjatë gjithë kohës në rrjetet tona ne të ndjekim për shembull rrjete që janë popularitet të lartë, pra të kenë mundësi që gabimi të jetë shumë i vogël. Dhe e fundit, por jo nga rëndësia, është dhe rasti blerjeve online që është një trend shumë i madh kohët e fundit, që zakonisht ne konsistojmë në ato faqe që operojnë online, po që kanë një lloj sigurie. Dhe në fundit ta bidemi si është e mundur që na uvoll kjo llogari, kjo shumë, kur ne nuk e dim a informacion që japim ku kalon, ku vete më pas. Pra të gjithë të paktën me instanca të tilla ne duhet kemi ndërgjegjësimin opsional. Okej, po flasim për adoleshentë, besoj se në këtë moshë shumë pak prej tyre i çojnë në përmend të gjitha këto sisteme sigurie që jo janë të prekshme, por duhet bashkëpunimi pa diskutim. Tash nëse pret ndërgjegjësimin në tyre ke braktisur, nëse thua është e rritur dhe di vetë çfarë bën, e ke lënë praktikisht vetëm. Gjithë defekti i këtij lloji raporti dhe i këtij kurthi, se natyrisht ata që kanë realizuar ose që e kanë menduar, e kanë njohur mirë psikikën e njeriut dhe duke njohur psikikën e njeriut dhe të adoleshentit, kanë hyrë maksimalisht për të parë dhe që në momentin që ai të merr të dhënat dhe në pyetjet që të bën, ai ta krijon për një herë profilin tënd psikologjik dhe unë jam e bindur që këtu nuk janë njerëz thjesht se ka nisur kështu me dëshirë, po është një mendje perverse e cila në qasjen e saj po bën një virusim të individit për të zhdukur kategorinë e këtyre njerëzve dhe për t'i pasur në pronësi individuale dhe për të parë cila është arma, sepse sot kjo shkon drejt asaj që quhet lufta e ftohtë dhe lufta e idesë që është më e frikshmja dhe më e pakontrollueshmja, sepse në të qindën e kohës dhe në një moment shumë të afërt ty mund të ndodhi katastrofa dhe ti nuk e kupton dot se çfarë ka ndodhur. Ndërkohë që ti sepse është shumë underground, pra shumë në ndë dhe ti je i pa aft për ta menaxhuar dhe cili është ajo që quhet raporti i parë i marrëdhënies. Duhet që prindërit e dashur dhe shumë të mirë, nuk ka rëndësi se çfarë armësimi kanë, nuk ka rëndësi çfarë profili kanë, nuk ka rëndësi sa të pasur apo të varfër janë, duhet t'ju kushtojnë vëmendje fëmijëve të tyre maksimale, jo për t'ju vënë në roje, siç e kemi zakonisht dhe themi merre bëje, po për të thënë hajde ti bëjmë gjërat bashk. Duhet të shohin kur rastet e fëmijëve të tyre janë mbyllur në vetvete, pse janë mbyllur në vetvete. Ka një arsye shumë të fortë që ai është mbyllur. Edhe në moshën e pubertetit janë dy fazat shumë të rrezikshme. Të mos justifikohen me është mosha. Kjo është shpreha më standarde. Po kaloj, është mosha. Dytë është adoleshenca, në fakt të dy moshat nuk janë dhe të rriturit i kanë kaluar këto mosha. Nuk është se janë moshat që janë pengesa, janë të rriturit që nuk kanë vëmendjen për këtë gjë. E treta, dhe këtu drejtojmë kolegëve të mi që vinë nga fusha e arsimit dhe mësuesve apo të gjithë stafeve që operojnë, si psikologëve apo punonjësve social edhe mësuesve. Shumë e rëndësishme është të identifikohet fëmia jo si nxënës i mirë apo i keq, po si një fëmijë që mund të ketë hiperaktivitet, një fëmijë që mund të jetë pak i përmbledhur dhe një fëmijë që mund të ketë
situatat të tilla që në të përditshmën e tyre ata identifikojnë dhe të bashkëpunojnë me prindrit, të bashkëpunojnë edhe me komunitetin e fëmijëve. T'ja u thonë rreziqet. Rasti vajzës me Gjirokastra shpëtuar nga shkolla. Absolutisht. Edhe djalit nga Durrësi, nga kolegët e punës ishte identifikuar. Në 23 ku kishte 10 ditë pa ngrënë. Habitën kush është kjo mama që ka lënë? Jo, mamaja nuk rinte fëmia ke nëna. Nëna e kishte çuar në një vend tjetër për arsye ekonomike, po ta lexosh. 10 ditë, nuk këtë detaj unë kam humbur në artikull që kam lexuar. Nëna nuk e kishte vajzën aty, nuk e di çfarë problemi familjar kishin dhe kishin çuar diku në një vend tjetër. Dhe fëmia ishte jashtë vëmendjes totale dhe siç ndodh rëndom sepse është edhe elementi bulizmit apo elementi elegancës apo elementi modës apo tendencat që të rriturat është e tmerrshme që fëmijët kanë modelet e sfilatave. Të sfilatave apo është shumë sot po na ndodh një tmerr i madh, këtë unë shoh tmerr, që të rinjt dhe prindërit po i orientojnë ke pjesa e formës dhe jo ke përmbajtja, që do të thotë pak ose as pak po i orientojnë të marrin prindërit të lexojnë një libër bashkë me to, po le ta shkarkojnë dhe nga interneti librin dhe t'ja japin aty ke iPadi. Po ama tulen ta lexojnë, minimalisht ta harxojnë. Unë me mbesën time që e kam 20 muajshe dhe mundohem të gjej një kohë, x kohë, dhe të harxoj minimalisht gjysmë ore me të, për t'i lexuar një prallë, jo për t'i mësuar një vjersh përmendsh, po për t'i lexuar një prallë që ajo të bëj lidhjen midis kopjes, për të kuptuar se mami dhe babi janë një çift që edukojnë atë dhe ajo kur thot mami, thot edhe babi. Nuk thot vetëm mami apo babi, ose kur thot nëna, thot edhe gjyshi. E thot në mënyrë instiktive, se ajo nuk ka logjik. Këtë gjë duhet të bëjmë të gjithë si të ndihmojmë të shoqërisë, në të kundërt do ngrihemi përpara situatave shumë të vështira. Ashtu siç u gjendëm, në fillim i morëm se informacione kishin ndodhur jashtë, shumë pak prej nesh mund ta mendonte që do vinte edhe në Shqipëri dhe kaq shpejt. 2-3 ditë kaluan dhe pastaj shpërtheu dhe rasti i parë. Vetëm do ndaloja një sekond. Pritëm vetëm timin e dikujt, pritëm edhe identifikimin e disa rasteve. Në momente që të ndërgjegjësoheshin mbi efektin negativ që ka keq përdorimi i internetit ose përdorimi jo i sigurt i internetit. Kemi pyetur ne veten ndonjëherë sa dëme psikologjike i sjell qëndrimi më orgjata në internet, sa dëme mendore i sjell parja e disa figurave, marrja e disa informacioneve, leximi i disa artikujve, sa keq e bën të ndihet këtë fëmijë. Kemi pyetur ne si prindër çfarë pasojë mund të ketë një figurë apo një përfshirje në një reklam seksuale të cilat janë me shumicë në momentin që hap një video në internet. A kemi pyetur në fëmijën çfarë ndjeu fëmia kur pa këtë lloj? Flas për fëmijë vegjël, ëh? Po, e qartë, e kuptoj. Po edhe adoleshenti. Edhe adoleshenti, a mos është ky i keq përdorur nga këto bum reklamash? Do thosha seksuale, po jo vetëm seksuale, po edhe keq interpretime të ndryshme. Çfarë i bën të ndihet? Çfarë pasojë ka? Sa reflekton kjo lloj keq përdorimi në jetën e tij shkollore, familjare, shoqërore? Ne jemi me, domethënë prindërit e sotëm janë me ato slaganet, këta i din të gjitha, ky brezi tani ishëm i di të gjitha. Ai mund t'i di, po nuk i di. Çfarë i bën telefonit ai, domethënë është një krenari e madhe që fëmia e përdor internetin për orë të tëra dhe ai përdori vetëm dy gjëra në internet, po ky nuk ka pse të lozë me telefonin. Ne jemi më falë që ndërpres, ne jemi munduar që të paktën dhe në këtë fushat që ne kemi bërë, individet që janë në këtë rast nxënësit, studentët, jemi munduar që informacionet që japin, kjo ka qenë kushti kryesor, të jenë sa më të minimizuesve. Për arsyeën e tillë pse, duke dhënë informacione të tepërta, normalisht bien pretet mashtrimeve të ndryshme, si në linçe, për shembull, sepse linçet krijojnë enkas, që individi të bjerë pre. Prandaj ne duhet kemi kujdes tërkohës që informacionet tona të japin sa më të strukturuara, mos japim informacione në masë të madhe, dhe kështu pastaj ndodhin shumë çuditëra nga më të ndryshmet, që në fundit jemi ne ata individët që jo vetëm paguajmë, por jemi dhe ne ata individët që në fundit gjendja jone psikologjike fillon të rëndohet me kohën. Prandaj duhet kemi kujdes me masën, me përdorimin, siç tha dhe psikologja, që ishte një gjë shumë e mirë sepse normalisht dhe teprimi i orës së ndenjur në internet, pra duhet ketë një kohë të kufizuar, sepse gjatë kohës që vetëm lundron, gjatë kohës që vetëm shikon, argëtohesh, të mbyll në atë botën virtuale dhe në fundit ti po haron që ke një jetë reale. Kjo është shumë e rëndësishme, pra fëmijët po mbyllen në një botë, në një kutisë, që në fundit nuk ka si dritare, nuk ka si dritë, nuk ka si është vetëm ajo bota që i duket e mrekullueshme e bukur nga brenda, por jashtë saj janë pambrojtur, jashtë saj janë të papërgjithshëm, jashtë saj janë persona që në fundit nuk dinë si të mbrohen, nuk dinë si të shikojnë, nuk dinë dhe si të ecën.
pjesën. Prandaj duhet që kultura e individit jo vetëm të përkufizohet në individin si person, por përkundrazi të jetë e përgjithshme në mënyrë të tillë që mos ketë gabime në masë. Kjo është problematik shumë e madhe dhe duhet thënë her pas here. Si prind, nuk na the. Nuk është shumë e thjeshtë kontrollosh kohën në cilën dhe arri në internet. Do të themi 15 vjeç. Nuk ja kontrolloj dot ashtu siç do doja unë kohën e qëndrimit. Por janë dhënë disa rregulla, përpiqemi t'i mbahemi, t'i respektojmë ato. Në kohën që mëson telefoni nuk është aty afër, sepse ka pasur momente që e kam gjetur duke lexuar apo duke çatuar ndërkohë. Justifikohet me idenë që ja se po pyet shoqen për një pyetje apo për diçka. Po, jemi duke komunikuar për mësimin. Atëherë kam thënë merren telefon dhe sqaroje gjën, sepse është tërheqje vëmendje dhe humbje e kohës, nuk arrin dot më të përqendrohesh. Ja. A ka marrë ndonjëherë maskarshise? Po. Një hequr telefonin me periudha. Ngrihesh në orën 2 të mëngjesit edhe gjen dritë poshtë të çarçafit, është duke bërë çp me shoqin. Telefoni është situata më normale për çdo 15 vjeçar. Historikun e lundrimit të saj e kontrolloj vazhdimisht, sepse nuk mund të flë rehat në logjikën e gjës. Është krejt e pafajshme gjithë marrëdhënia apo gjithë komunikimi që ajo ka, po është i dëmshëm koha e qëndrimit aty. Është e dëmshme, ndërsa duat më tregoj një histori, i ngecin pas 5 apo 10 fjalive. Do nuk ka pjesën e rrjedhshme të artikulimit. Shikë mënyrën se shkruajnë chatin. Unë jam e shqetësuar për këtë. ÇKB, PLB, FTM. Shkurtime. Me shkurtime. Ndonjëherë se më duhet ta lexoj me zë biri mos kuptoj se çka ke dashur të më thuash. Dhe fjalia tjetër vërejtës është unë habitem si shkruan ti gjithë fjalin të plot. Ton xhanon. Okej, kjo duhet parë si konteksti i zhvillimit të shoqërisë sot me dinamikën që sjell dhe interneti dhe gjithë gjëja. Por unë merakun që duhet të ditë u fol në familjen tuaj pasi dolën këto rastet e para? E kam diskutuar me gjithë shqetësimin e gjës. Është zbuluar kjo, a ke dëgjuar ti të shoqjet e tua, ka rënë raste të komunikoni apo të flisni për? Në shtëpinë time shoqjet e Deas bëjnë shumë shpesh rinë për sleepover, vinë dhe rinë dhe mlidhen. Dhe unë përpiqem që me to të ndërtoj një komunikim shumë të hapur dhe përpiqem të jem sa më pak, jo paragjykuse, po dhe kur e bëj një vërejtje të vogël për t'i bërë ato të ndërgjeshme, e bëj me shumë lezet. Sepse nuk dua ta humb dëshirën për ta ndarë. Dhe përpiqem t'u jap këshillën për çdo gjë. Dhe i kam pyetur dhe gocat, domethënë kur më mlidhen, se mlidhen 5-6, nuk mlidhen pak. Jo, nuk është se e kanë dëgjuar në shkollën e tyre. Ndoshta kontrolli në shkollën ku është Dea është më i madh. Telefoni nuk lejohet, ka pjesë tjetër, ndoshta edhe ndërgjegjësimi, apo dhe në familjet ku këta fëmijë bëjnë pjesë, ka një tjetër kontroll edhe menaxhim të mirë. Por për kohën që i me bi kalon në internet, unë jam e shqetësuar. Këtu enda nuk ka rritur do të më thonë rritë në Netflix për të parë serialet e veta dhe shef 10 seri resht. Me stop. Po ja kjo pra është të thithë. Ka një shprehje shumë të bukur. E lexon librin sikur e ke vënë ta përshkatosh në detyrim. Po sepse asnjëherë nuk kanë kuptuar edhe fëmijët edhe prindrit që shkolla është detyrim, është përgjegjësi, por është edhe kënaqësi. Patjetër. Dhe këtu pastaj hyn roli i mësuesit, që nëse një mësues do t'ja bëj lëndën të dëshirueshme, po të atraktive dhe shumë të dashur, jo detyruese, por nëpërmjet mënyrës se si qaset, e bën që fëmia ndjej aftësinë e tij si kompetent për ta thënë këtë fjalë, atëherë ai ndjen kënaqësinë maksimale dhe bëhet pjesë e kësaj loje për ta realizuar të plot këtë gjë. Dhe mund të bëhet shumë kollaj, për shembull, në lëndën e letërsisë apo të gjuhës, nuk është e thënë që mësuesja t'ia fillojë tregimin dhe t'ia përfundoj. Mund t'ia lëri në gjysmën e saj, po duke i nxitur kërshërinë që ai ta lexojë. Mund të marrë përsipër në një aktivitet jashtë shkolle, të bëjë një mundësi leximi dhe kjo nuk fillon në fakt në shkollë. Kjo fillon që në qerdhe dhe në kopësht. Atje fillon pjesa më e rëndësishme e të lexuarit. Leo Buscalia ka një shprehje shumë të madhe kur thotë që për herë të parë dashurim për librat ma dha edukatorja ime, e cila më mblidhte në një nga kuartierët, pra vendet aty, më mblidhte dhe neve e kishim ditën e shtunë, ditën më të lumtur, se vinte zonja Bethi, e cila na lexonte tregime të jashtëzakonshme dhe unë atëherë kisha mësuar ç'ishte Huckleberry Fini, atje kisha mësuar ç'ishte Liza në botën e çuditërave, atje kisha
isha mësuar që pipi çorapi gjata, dhe të gjitha këto personazhe më bën që mendja ime të kishte mundësi që të hynte në fazën e fantazisë, se gjëja që vrasim ne është fantazia, atë që këto lojrat vrasëse e kapin dhe e çojnë pikërin e puntojnë në mekanizmin e të menduarit dhe në sinjalet të cilat çojnë në neurozë pikërisht këtë fakt. Nga ana tjetër shumë e rëndësishme është që prinderit, duke dashur të bëjnë rojen, pa dashjen e tyre, duhet kuptojnë që fëmijët nuk janë Big Brother që këta t'i shohin. Ndërkohë, thot Giblani, është një nga poetët e mëdhej indian, që ju drejtohet gjithë shoqërisë i thot, duajeni njëri tjetrin, por mos e vendosni në roje njëri tjetrin. Hani thot nga e njëjta bukë, por jo nga e njëjta kafshat. Pini nga e njëjti ujë, por jo nga e njëjta gotë, sepse thot edhe telat e violinës janë veç e veç, por është dora që i bie që nxjerr muzikën e bukur. Qa duhet të them me këtë? Sigurisht prindrit duhet kuptojnë ditën që vendosin të sjellin një fëmijë në jetë, nuk janë vetëm prindër biologjik, por duhet janë dhe prindër social. Me dëshirë apo pa dëshirë duhet hynë të lexojnë çfarë do ndodhi me psikikën e fëmijës. Se fëmia me të vërtetë është produkt i prindërve, po është edhe i geneve të cilat ai ka marrë vetë, dhe është shumë e vështirë që ti ta marrësh dhe mund ta bësh si Pigmaliona, ta marrësh skulpturën, ta realizosh dhe në fund të dalësh i dështuar dhe të kuptosh që ti në fakt nuk realizuar këtë produktivitet. Dhe mos harrojmë një gjë që është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Për ta mbyllur sepse jemi në limita. Sot shoqëria është aq shumë në lëvizje dhe aq shumë në garë të ndershme dhe të pandershme, sa që më parë infiltrohet informacioni keq dhe pastaj informacioni mirë. Prandaj shumë e rëndësishme është të ndihmojmë shoqërinë për të dhënë informacionin e mirë dhe secilin nga ne të luajë rolin e tij, dhe do doja shumë që ju mediat, si pushteti 4 real që jeni, në emisionet si kjo e sotmja, të kemi më shumë informacione edhe për prindërit që nuk din të bëjmë prindërimin, po duan të bëjmë prindërimin. Ne kemi bërë dhe vazhdojmë t'i bëjmë, apo jo Eda, është folur në media për internetin, s'besoj se ka vënd tjetër. Ju falenderoj shumë që javën e nisët me ne, shpresoj që të na kenë ndjekur prindër, gjyshër, fëmijë vetë në këtë bisedë. Faleminderit dhe ju uroj javë të mbarë. Javë mbarë dhe gjithashtu. Ne kemi publicitet, kemi kuzhinën, kthehemi prapë.